përpos ndameve që kanë shëndet. Kur jemi te këto, po mënaj gjona që po ndodhin negative në për botë dhe po shohim që bota po shkon drejt gjona shumë të këqija negative që po ndodhin, a mendon që bota ka nevojë për një profet të ri? Sepse ka ndryshuar shumë prej kohës së profetit Muhamedit alayhis salam. Bota ka profetin, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bota ka profetin deri në kiamet. Që çdo profet i mëhershëm, çdo pejgamber ka qenë për kohën e vet, për vendin e vet. Për shembull Musa alayhis salam konsiderohet për pejgamberët që ka pas më së shumti ummet, shoqëri, që janë hebrejt, që futët, që bën Izraelit. Por ka qenë vetëm për ta. Ka qenë vetëm për ta. Isa, po ashtu ka qenë vetëm për ta. Davudi ka qenë vetëm për ta. Por nuk ka qenë për arab, nuk ka qenë për romak, nuk ka qenë për persian, nuk ka qenë për kinez, nuk ka qenë për indian kështu me radhë. Ndërsa pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam është pejgamber për mbar njerëzimin deri në kiamet. Pastaj ai vet ka thonë, edhe Allah ka thonë, wa khatamun nabiyyin, Muhammed wa khatamun nabiyyin, Zoti ka bërë atë vull të profetëve. Dhe ka thonë vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë jam vulli pejgamberëve dhe s'ka pejgamber mas meje. Çka më kuptu se vula në aspektin figurativ, kur e shkruan letrën krejt në fund ja vulën, nuk ja vulën fillim. Nuk ka mas vulës. S'ka mas vulës kur çfarë. E vërtet. Pra ta që vull. Khatemen nabiyyin, vula pejgamberëve, edhe vetë ka shpjeguar këta i bekuar alayhis salam, nuk ka pejgamber mas meje, nuk ka pejgamber mas meje. S'ka pejgamber mas tina. Ajo është për çdo kohë, çdo vend në kiamet. Pastaj, mësimet dhe libri i cili është zbritur pejgamberit që është Kurani. Edhe libri ka zbritur për kohën e pejgamberit për arabët e Mekës, për shkretëtirën e Mekës, shprehu lirësh, nuk ka dërsa sepse ata kanë qenë një shoqëri analfabete, pjesa absolute e tyre me përjashtime shumë të vogla, shoqëri beduinëve e shkretëtirës që kanë jetuar me deve, me qumsh devës, me hurme. Me krazuar civilizim dhe atë mënyrë të jetesës, me të kohës sotit është diçka senata me ditë, diçka dallim shumë i madh. Dallim shumë i madh. Megjithatë, çai Kurani i njëjti, i cili ka zbritur për ta, është i njëjti i cili ka vlerë edhe mbas. Edhe kur e bën muslimanët zotëritë të dunjas që kanë pas botën e dorë kanë arrëzu dy pendarit më të mëdha se kohat e bizantine dhe të persiane, dhe kanë arritur të përhapin kulturën në katër anë të botës për më shumë se 1000 vite. Është i njëjti Kurani vlefshëm edhe për kohën e sotit, shekullin 21, shekullin 20 dhe do të jetë deri në kiamet. Mësimet e Kuranit nga fillimi deri në fund, krejt mësimet e Kuranit çojnë çet adresë, çet shtek. Kurani është i përshtatshëm për çdo kohë dhe çdo vend, madje për çdo individ dhe çdo shoqëri. Në mënyrë absolute, kjo është sfidë për mbar njerëzimin. Në mënyrë absolute, Kurani nuk vjen në kundërshtim me shkencën, as nuk ka mundësinë të kundërtën që njerëzimi të pavarësohet nga Kurani. Apo të vinë një kohë kur të dalin mësime të ndryshme, qoftë nga filozofia, shkenca, mjekësia, nga çfarë politika, nga çfarë sfere ta marrësh të jetës së përditshme, e që nuk e gjenë në vendin brenda në Kur'an. Kur'ani është që di. Me thotë detë pak, me thonë që anë është pak. Dhe vetë fakti që Zoti e ruajti këtë libër të shenjtë dhe vazhdon të ruajë, dhe s'mundi askush të ndryshojë një fjalë. Asnjë fjalë, asnjë shkronjë ta ndryshoj. Madje as ta mposht, apo ta rrëzojë ndonjë sfidë Kur'anit. Kur'ani së kësaj ditë sfidon njerëzit. Qysh ka sfidu me kaset, analfabet, të pa shkollë, të pa dishon, s'kan di shkrim lexim. Qysh ka sfidu ata? Vazhdon sfida së të jetë valide. Urnone, sëllën i Koran. Urnone. Nga cili kanë të mërësh. Pra, pejgamberi është i fundit. Dhe në ka në mastina dhe në kiamet, po. Vula pejgamberi. Korani është liber i fundit, dhe s'ka liber mastina. Nuk ka liber mastina. As nuk nevojitet. As nuk nevojitet. Dhe s'mund del jashtë diçka Koranit, dhe s'mund del jashtë diçka mësim profetike. Nuk mund del. Çka të dush, çto çka ke të krejt. Çka të dush çto, dhe çka të bjen mend ty në këtë dynja, unë ta kallëzoj kur ka vënë në fe. Unë kallëzoj kur ka vënë në fe. Me Kur'an. Po, me Kur'an dhe me hadith. Dhe kështu do të ndodhë deri në kiamet. Sigurisht.
Po pra, çfarë dush, le dalin erësi, le çfaqen rësi, le shkojnë njerëzit Mars e tjerë, çka do le të bëjnë njerëzit. Ne në fe kemi gjetë vendin ku e kanë ato në fe. Sepse s'ka diçka që s'ka përgjigje në fe. Çfarë fe o kjo? Pra, nuk është defekt të feja, po defekt është të njerëzit. Të fillu për ne muslimanëve, që kënë se na e përfatsojmë atë, e përfatsojmë ku ne kana, e ku s'na kanë më shëlim syt, deri tek ata të cilët nuk e njohin dhe nuk e besojnë, dhe ose nuk dojnë ta besojnë, ose manipulohen nga mediat, nga politika, nga rrethana të ndryshme. Po, qyshim duke pas na përbot, e pastaj jefja islame ja ndej këndej. O zotni. Ta bëj për kom pa flet. Ta bëj për çka po flet. Ta bëj për çfarë libri të fol bre. Veç a përdin. Ka për mërat liber. Mërë një mesazh tina, mërë një sure kaptinit tina, mërë një ajet tina, mërë një faqe tina. Analizojmë dhe to. Ndash nga ana shkencore, ndash nga ana e besimit, ndash nga ana sociale, ndash nga ana e shënderjeve, ndash nga ana martësor jetës bashkëshortore, ndash nga ana trashëgimisë, çka të dush. Çfarë fushë po dën ti? Apo dën nga ana gjeografisë, apo dën nga ana historisë, apo dën nga ana biologjisë, apo dën nga ana kimisë, apo dën nga ana gjeodezisë, u vesh folte çka po dën, çat segment, apo dën nga ana gjuhës, e që nga gjuha është cili më i lartë i gjuhës, apo dën si gjuhtar me studiu, veç çka po dën. Çat kondin tën që njeh ti. Urna studio. E pastaj nëse gjen të metan të na le thuj, unë kam gjetë do të meta. Ju po thani Kurani s'ka të meta. Mirë, a bënë me të regu që ato... Kuj ka të meta? Po, me mamush, me hjek të dyshimet që kam. Le të qfaqë dikush.